Epopea e jashareve është epopea më e lavdishme e popullit shqiptar. Çdo shqiptar që ndin veten shqiptar i vërtet duhet të vijë të vizitoj këto varre, po ashtu edhe shtëpinë e jasharëve të marrë frymëzim për të ardhmen e brezave të ri. Populli ka qenë, është edhe mbetet i bashkuar çdo herë rreth figurave emblematike të popullit shqiptar, sidomos tek familja jashare. Edhe kështu, mesazhi im i qartë është që populli çdo herë do gjejë frymëzimin për punë për të ardhmen e fëmijëve tanë tek familja jashare. Mesazhi më i mirë për të gjitha partitë politike është ky vend, kjo sakrificë e familjes jashare që ta kthejnë memorien mbrapa, ku kemi qenë dhe ku jemi. Tash fal gjakut dhe sakrificës së familjes jashare dhe të gjithë dëshmorëve të rënë për lirinë e Kosovës, ne sot e gëzojmë lirinë. Prandaj disa vendime apo disa përpjekje të partive politike për të përvetësuar familjen jashare janë të kota, sepse familja jashare është e popullit. Jemi ardhur këtu së bashku me nxënësat për klasës parë dhe nonën me bëhu mashe pranë kompleksit Mërmërela Adem Jashari. Mesazhi ynë është se falë sakrificës mundit dhe jetës që dhanë këta dëshmorë, ne jemi këtu ku jemi. Mesazhi im është që sa më shumë pas unitet, sa më shumë u bashkue, nëse pas ndasi, derisa pishin një situatin që është jashta Kosove, derisa shtetet tjera po përgatiten ndoshta edhe për luftë, na kemi hala problemin e pazgjedhur për president. Kisha pas që vetëm unitet me pas, nëse pas mos marrëveshje, keq kuptime me konë sa më të bashkuar. Po mesazhi më i mirë është këtu vetë populli flet, domthonë lumë këta që kanë bëmë për atë dhej për Kosovë. A përshini sa njerëz, sa vizitor, domthonë me miliona të orë këtu, vani shenjtë, sikur me konë, domthonë, në qabe. Ata zoti është problem këta, dëshmor e këtu familje që kanë dhënë më shumë të për atë dhej për liri, për këmbë. Në këshill dhe ishta me edhonë që a përshë sikur këtë di që jenë bashkun për njëri tjetërin, që ashtë me konë bashkun të njetën. Këtë populli shqiptar, ku do që janë, edhe në Shqipni, edhe në Maqedoni, edhe në Presheve, tonë me konë njënë, se na do të me konë shumë mes vete, do të me konë drejte, mi desh njëri tjetën, mi nëru, mi respektue, se vetëm bashkimi banë fuqi.